Situata brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania po merr për masa të reja, pasi tensionet nuk janë më vetëm mes banorëve, por kanë prekur drejt për drejt edhe vetë produksionin e programit. Së fundmi ka qenë Mateo, ai që ka lëshuar deklarata mjaft të forta. Një lëvizje kjo që po komentohet gjerësisht në rrjet dhe që mund të rrezikojë seriozisht pozicionin e tij tani që finalja është aq pranë. Në një video që po bën xhiron e rrjeteve sociale, Mateo shihet teksa bisedon me Shëndritin dhe ndan hapur dyshimet e tij për një favorizim të mundshëm brenda lojës, duke theksuar se e gjithë vëmendja dhe aparaturat e shtëpisë janë të përqendruara qëllimisht vetëm te një person. Ai ka drejtuar gishtin nga miri, si i përzgjedhuri i këtij edicioni. Zëri, mikrofoni, kamerat, drejt mirit, dëgjohet të akuzoj Mateo. Kjo nuk është hera e parë që banorët ngren hije dyshimi mbi mënyrën se si po menaxhohet loja, por dalja kaq e hapur kundër produksionit përbën një rrezik të madh për rrugtimin e tij. Mbetet për tu parë nëse ky moment do të trajtohet gjatë spektaklit të radhës dhe nëse Mateo do të përballet me pasoja apo me një paralajmërim zyrtar për këtë akuzë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.